3.000 € kilogrami bima e rrallë me fitime të majme në Shqipëri. Gjuetarët përdorin qenë të posaçëm për ta nuhatur atë. Rreth 3.000 € kilogrami për 1 kilogram kërpudha duket një çmenduri dhe në fakt është. Por tartufi e ka pjacën e lartë. Aq sa në Itali dhe Francë, gjuetarët e tartufit i stërvisin qenë të llojit Lagotto Romagnolo në mënyrë që të nuhasin kërpudhën më të shtrenjtë në botë. Në Shqipëri kjo kërpullë e rrallë gjendet gjerësisht. Askush nuk e di për çmimin të shtrenjtë që ka, për më tepër që qenë të huaj po vinë dhe po nuhasin. Tartufi shqiptar është shumë i ngjashëm me kushëririn e tij francez, por ato kushtojnë shumë më pak. Por ndodh shpesh që tartufi shqiptar të merret dhe të shitet në tregun evropian me shumë fishin e vlerës. Aq me vlerë është tartufi i bardhë, saqë është i kotuar edhe në bursë, ku çmimet fillojnë nga 300 deri në 1.000 €. Mungesa e një legjislacioni që të mbrojë këtë bimë të rrallë ka bërë që Shqipëria të humbas me miliona euro të vjedhura nga gjuetarët e palishëm të tregut vendas dhe atij të huaj. Ata mbërrin në Shqipëri kryesisht nga Italia, por edhe nga vende të tjera dhe janë kërkues të tartufit, vjedhja të cilit do t'u siguronte atyre përfitime të mëdha. Kjo pasi janë konstatuar edhe transportime të zhardhokëve të ngjashëm me pataten drejt Italisë, për të cilat nuk është se ka një kuadër të përcaktuar ligjor që ndalon kalimin jashtë kufive. Për gjetjen e tartufit, gjuetarëve u nevojiten qenë të stërvitur mirë që janë edhe maskimi i tyre më i mirë. Më parë përdoreshin dera të cilët lëshoheshin në pyll. Aroma e tartufit i ndjell pasi ka të njëjtat feromone seksuale si të mashkullit, duke bërë që në këtë mënyrë të gjejmë bimën. Tartufi është një lloj kërpudhe që rritet në rrënjët e lisit, blirit, pishës dhe shelgut të egër. Zakonisht ai rritet në tokë rënore dhe nuk ka as rrënjë, as gjethe, as deg. Kjo specie është në formën e zhardhokut dhe merr ushqimin nga rrënjët e bimëve të tjera. Ai prej rrënjëve thith kripra minerale, të cilat janë pikërisht ato që e bëjnë aq të kërkuar dhe të çmuar këtë specie të rrallë. Në natyrë gjenden disa lloje tartufi. I ziu është ai që haset më shpesh dhe që arrin një vlerë deri në 350 € për kilogram. Tartufët e bardhë ngjajnë me zhardhokët e patates, por me formacion më të çrregullt, të cilët çmohen më shumë. Për shkak të vlerave ushqyese dhe shijeve që mbartin, e vërteta e këtyre kërpudhave është se aroma e tyre varet nga bima me të cilën rriten. Zhardhoku i tartufit e merr formën nga formacioni i terrenit dhe nga rrënjët e bimëve në të cilat paraziton. Sa më i madh thihet zhardhoku i tartufit, aq më shumë vlerësohet dhe për këtë arsye rritet dhe çmimi. Kërpudhat e zonës së Reçit në Malësi të Madhe janë gjithashtu të kërkuara dhe eksportohen në Francë. Këto kërpudha rriten në zonën e gështenjave dhe mbulohen nga deg dhe gjethe gështenjash. Këto kërpudha të bardha të cilësisë së lartë, të cilat pakush i njeh, shiten më pas në restorantet e Tiranës dhe Durrësit.